Gjergj, të përshëndes, kjo nismë është edhe një mbështetje nga ana e ambasadës Japonisë në Shqipëri. Çfarë synon kjo nismë? Duhet të kësuar, Kasandra, që në fakt ky bashkëpunim ka nisur si ekonomik prej vitit 2022 për të kaluar më pas të ky bashkëpunim kulturor që përmirëson në fakt edhe bibliotekën dhe pasuron bibliotekën e qytetit të Lezhës me tituj nga kryevepra të letërsisë japoneze, por janë të gjithë të përkthyer në gjuhën angleze dhe kjo si një mundësi e mirë, jo vetëm për të rritur dijet e lexuesve të shumë lezhjan, dhe ky është edhe një nga arsyet sepse pikërisht ambasada japoneze ka zgjedhur Lezhën dhe bibliotekën e saj për të dhuruar këto libra për shkak se numri lexuesve është shumë i lartë dhe interesi i tyre për librin është i jashtëzakonshëm dhe kjo ka nxitur pikërisht ambasadën që të mendoj pasurimin e bibliotekës së saj. Janë libra që kanë në fokus ekonominë, politikën, kulturën, por sigurisht edhe shkencën dhe gjithçka që lidhet në fakt me kulturën japoneze. Për këtë arsye në fakt ditën e ndjeshme e pranishme në Lezhë ishte edhe ambasadorja e Japonisë në vendin ton, e cila pikërisht duke marrë shkas nga ky moment ju drejtua të rinjve duke kërkuar atyre që t'i shohin të libra, jo vetëm si një mënyrë për të rritur më shumë dijet e tyre, por sigurisht edhe për të parë dhe për të njohur më shumë kulturën japoneze, pavarësisht një distance shumë të largët mes Shqipërisë dhe vendit aziatik. Në fakt, kjo është një mundësi e mirë për të parë në brendësi se si funksionon e gjithë ky shtet dhe duke parë jo vetëm nga ana artistike, por edhe nga ana kulturore dhe dije që mund shfaqen në këto libra. Janë vepra të ndryshme të autorëve, jo vetëm autorëve më të mirë, por edhe të le të themi cilësisht. Mirë, që u janë mundësuar tash lexuesve lezhjan. Po, Gjergj, të dëgjoj. Që u janë afruar lexuesve lezhjan dhe kjo në fakt shihet si një rritje e mëtejshme e një bashkëpunimi të nisur prej 3 vitesh, por që sigurisht për të gjithë aktorët, ashtu si Bashkia e Lezhës, si tashme ka rritur bashkëpunimet e saj me ambasadën japoneze, por e vetë qyteti i Lezhës po e nxit këtë bashkëpunim dhe për ta thëdhuar akoma më shumë. Sigurisht për ambasadoren japoneze, kjo ishte një mundësi për të vijuar atë çfarë është nisur 3 vite më parë dhe për ta përmirësuar dhe thëdhuar akoma më shumë këtë bashkëpunim ekonomik dhe kulturor në mes dy vendeve tona përgjithsisht, por sigurisht në mes të Bashkisë së Lezhës, me të cilën ka patur bashkëpunime të vazhdueshme ndërmjet ambasadës dhe Bashkisë së Lezhës, por për të vijuar dhe për të rritur këto shkëmbime ekonomike, por dhe kulturore në mes të dy vendeve tona dhe për ta parë atë si një lidhje më fort në mes të qytetarëve të Lezhës, por edhe atyre japonez. Për të vijuar sigurisht në një hap akoma të mëtejshëm për ta parë Lezhën edhe si një zhvillim ekonomik sa i përket edhe fokusit të turizmit, duke qenë se sigurisht turistët japonez kanë një tendencë për të lëvizur dhe Shqipëria shihet si një mundësi e mirë për ta. Dhe sigurisht gjithçka çfarë ofron qyteti i Lezhës e Shqipëria në tërësi është një tjetër mundësi për të cilën për ambasadën japoneze po punohet edhe në këtë drejtim. Për përfaqësuesit e Bashkisë së Lezhës dhe bibliotekës së qytetit, në fakt kjo dhuratë nuk është vetëm simbolike, por është shumë e vlefshme, duke qenë se po ofrohet një ekzemplar shumë të madh libra që ka kjo bibliotekë, po pasurohet akoma më shumë, edhe me vepra që përgjithsisht janë pak të njohura për lexuesit lezhjan, por që në brendësitë e tyre gjen autor nga më të njohurit botror, pavarësisht se leximin duhet jetë në gjuhën angleze, por kjo pikërisht është ofruar në gjuhën angleze për të dhënë sa më shumë mundësi lexuesve që të kenë mundësi për të lexuar, pra duke mos ofruar vetëm gjuhën
japoneze, sepse do ishte shumë vështirë, por duke e sjellë në një gjuhë shumë internacionale dhe për t'i ofruar shumë më tepër lexuesit me biblioteken, por sigurisht edhe me një kulturë të jashtëzakonshme dhe shumë të hershme, dhe për ta parë atë që nga momenti i civilizimit të saj dhe deri në ditën e sotme në shkencë, teknikë, por edhe në letërsinë artistike, që është një tjetër vlerë e shtuar për bibliotekën e qytetit Lezhës, por për të gjithë lexuesit lezhjan. Në fakt, kësaj janë referuar edhe përfaqësuesit e Bashkisë së Lezhës, por edhe vetë ambasadorja japoneze në vendin tonë, që juftoi që të ndiqni edhe për lancimin e tyre të dhënë pikërisht në këtë moment të dhurimit të librave për bibliotekën e qytetit Lezhës. Ne po dhurojmë 170 tituj librash me autor japonez, të cilët do të lexohen prej jush në gjuhën angleze. Në këtë mënyrë do të keni mundësinë të njihni më shumë rreth Japonisë në fusha si historia, shkenca, politika, kultura, ekonomia dhe letërsia artistike. Jemi të lumtur që përmes kësaj nisme po pasurojmë bibliotekën e qytetit tuaj dhe shpresojmë që veçanërisht të rinjt të informohen më gjerësisht për Japoninë. Ky është një bashkëpunim i mirë ndërmjet ambasadës dhe Bashkisë së Lezhës me synimin për të forcuar edhe më shumë marrëdhëniet tona, që prej vitit 2022 kemi pasur edhe bashkëpunim ekonomik me këtë bashki dhe jam e bindur se ky partneritet do të vazhdojë gjatë për të qëndruar pranë njëri tjetrit. Mirë, Gjergj, falenderoj kështu për të gjithë përcjelljen e këtij aktiviteti në fakt për pasurimin e bibliotekës së qytetit të Lezhës. Faleminderit edhe për raportimin.